Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, juftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve këtu në Alpo Televizion. Tregjet, shkollat, bankat dhe të gjitha ambientet e tjera publike po i nështrojnë dezinfektimit. Prefekti Odise Kote dhe drejtues të tjerë të pushtetit vendor thanë se puna do të vijojë për të minimizuar përhapjen e COVID-19. Një zëri, drejtuesit kanë kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve për të treguar të kujdesshëm dhe në të njëjtën kohë të respektojnë karantinimin i cili është i detyrueshëm për 14 ditë. Në 7 njësitë vendore të prefekturës së qarkut të Gjirokastrës dhe në drejtoritë rajonale në gjithë sistemin bankar dhe arsimor, ka nisur dezinfektimi i ambienteve publike. Sot janë dezinfektuar ambientet e tregjeve publike, ndërsa në terren prej ditës tashmë ka dalë prefekti Odise Kote së bashku me nënkryetarin e bashkisë Ylli Muho dhe kreun e ISHS Edisi Noimeri. Prefekti Kote thotë se i gjithë ky aksion bëhet për të minimizuar rastet e infektimit me Covid. Sot ne kemi vendosur që të nisim punën për pastrimin dhe dezinfektimin e të gjitha vendeve të riskut. Së bashku me njësitë e qeverisjes vendore, me drejtoritë si ISHS-ja, policin, njësinë e shëndetit publik e të tjerë, ne po dezinfektojmë dhe po mbajmë pastër të gjitha vendet e riskut, duke filluar nga tregjet, supermarketet, rrugët, stacionet e autobusëve, vendet publike ku ka grumbullime njerëzish. E gjitha kjo bëhet për të minimizuar sa të jetë e mundur riskun e infektimit të popullatës. Me këtë rast unë ftoj dhe gjithë qytetarët i bashkohen në këtij aksioni, të bashkohen kësaj nisme dhe kësaj pune të dobishme, sepse kështu ne shpëtojmë jetë qytetarësh. Ndërsa nënkryetari Muho dhe kreu i ISHS si Noimeri kërkuan bashkëpunimin e qytetarëve për të përballuar këtë situatë të pazakontë. Prej gati 2 ditësh, Bashkia Gjirokastrës është përfshirë në aksionin e madh për dezinfektimin e gjithë territorit të bashkisë. Ne nuk është se ecim në një tokë të pashkelur, ne kemi eksperiencën e 3 muajve të karantinës, ku cep më cep territori i Bashkisë Gjirokastrës ju nënshtrua dezinfektimit. Edhe këtë radhë ne po bëjmë të njëjtën gjë me të njëjtën përgjegjësi dhe me të njëjtin ritëm. Aktualisht kemi përfunduar dezinfektimin në gjithë ambientet shkollore dhe sot ne nisim ambientet pranë tregjeve, janë 3 tregje në Gjirokastër, tregu ku jemi sot, tregu industrial dhe ai agroshimor, do të përfshihen të gjitha lagjet, të gjitha rrugicat, ndoshta do të hyjmë përsëri sipas eksperiencës që ne patëm në karantinën e kaluar, do të futemi edhe në pallate, pse jo shkallë më shkallë, derë më derë, për të bërë detyrën tonë si pushtet vendor, por dhe për të në sytë e publikut për të thënë që të gjithë do ta kalojmë bashkë këtë punë dhe ne i ftojmë dhe qytetarët Gjirokastrit të jemi solidarë në këtë aksion kaq të rëndësishëm. Unë sinqerisht kam një falënderim shumë të veçantë për kryetarin e task forces, për prefektin e qarkut, që më në fund arriti në një farë mënyre të zgjojnë gjumin në thonjza, po themi kryetarët e njësisë vendore, sepse kisha shqetësim të madh, ju e dini shumë mirë që ka qenë një nga shqetësimet e Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor, dezinfektimi i institucioneve kryesisht arsimore. Më vjen mirë që prefekti i qarkut po koordinon në mënyrë të shkëlqyer gjithë institucionet e njësisë vendore, ku tashmë po shikojmë që po dezinfektohen institucionet arsimore, po dezinfektohen qoftë edhe ambiente publike siç janë tregjet, apo qoftë edhe lagjet në për pallatet apo në shtëpitë ku ka persona të karantinuar pozitiv, apo qoftë edhe aty ku kemi dyshime të njerëzve apo qytetarëve të ndryshëm. Në qarkun e Gjirokastrës shënohen 160 raste të prekurve me COVID-19. Ngelemi sërish tek e njëjta temë edhe në institucionet arsimore. Dezinfektimi sipas nxënësve dhe drejtoreshës Doriana Demo bëhet 2 herë në javë, ndërsa kur ka pasur raste të prekurve me Covid, është ndërhyrë menjëherë për të dezinfektuar ambientet e shkollave. Pandemia Covid nuk ka kursyer as institucionet shkollore. Shumë nxënës dhe mësues janë vetë karantinuar. Për të garantuar shëndetin e fëmijëve dhe mësuesve, dezinfektimi bëhet përdit në çdo shkollë, kopësht edhe çerdhe. Vendnësit e shkollës Koto Hoxhi thonë se dezinfektimi i shkollave bëhet çdo mëngjes para se ata të fillojnë mësimin. Ja, kur ikim në shkollë ato e pastrojmë klasën. Si është gjendja në klasën tuaj? Bëhet pastrimi? Po. Për ditë? Po. Kur dalim ne? Po dezinfektimi i klasës ju bëhet? Po, në mëngjes. Në klasën tuaj bëhet pastrimi i klasës? Po. Po dezinfektimi bëhet? Po. Për ditë bëhet? Po. Klasën tënde bëhet pastrimi apo jo? Po. Bëhet? Po.
Po dezinfektimi i klasës ju bëhet? Po. Në klasa është pastër apo jo? Po, çdo ditë ajo dezinfektohet. Ne kemi të rregullt dezinfektimin. E kemi të rregullt dezinfektimin. Pastrimi bëhet? Po. Çdo ditë është edhe na 2 herë dita sepse jemi me turne. Jemi 2 grupe nga ora 8 deri në 11 dhe grupi tjetër më vonë. Dezinfektohet 2 herë. Mendimet e nxënësve përforcohen edhe nga drejtoresha Doriana Demo, e cila thotë se çdo ditë në të gjitha institucionet bëhet dezinfektimi. Drejtoria e Arsimit, duke zbatuar protokollin e vendosur nga Ministria e Shëndetësisë lidhur me funksionimin dhe mirë menaxhimin e procesit mësimor, kryen në bazë të rregullit është dezinfektimi të gjitha ambienteve shkollore dhe kopsheve dhe qerdheve 2 herë në javë në ditë të përcaktuara sipas grafikëve që ne kemi ndarë. Por kjo nuk do të thotë që neve të mos bëjmë dezinfektim ose të mos kemi bërë dezinfektime edhe në raste të veçanta kur elemente të caktuar nxënës apo mësues të kenë dalë pozitiv ndaj COVID-19-s. Me këtë dua të them që ne si Drejtoria e Arsimit dhe Bashkia i kemi marrë të gjitha masat, rregullisht po bëhet dezinfektimi. Ajo që është për të theksuar është që pasi mbaron procesi mësimor, pra mendohet që në shkollat nëntëvjeçare mbaron diku rreth orës 14:30, në shkollat e mesme dhe 1 orë më vonë, ne këtë dezinfektim, këtë proces pra i kryejmë gjithmonë pas mbarimit të procesit mësimor. Kjo do të thotë që ambientet duhet të qëndrojnë të mbyllura, që edhe efekti i solucionit të përdorur të ketë edhe një kohë në të cilën pas rikthimit në shkollë nxënësit të mos kenë aromat apo efekte të dëmshme ndaj kësaj spërkatjeje. Dua të them gjithashtu që Drejtoria e Arsimit ka mbuluar me dezinfektant, gjel për dezinfektimin e duarve, alkool, me letra, së shpejti presim edhe sapunat e lëngshëm që edhe këto janë pjesë e protokollit që duhen zbatuar për masat anti-Covid. Ne asnjëherë nuk e kemi lënë punën, për më tepër që po kalojmë një situatë tepër të vështirë, në çdo institucion kemi element të stafeve mësimore që janë të prekur, po karantinohen, nxënës po ashtu të cilët prindrit e tyre janë të karantinuar në shtëpi. Ne jemi çdo ditë në monitorim, në vëzhgim, madje kemi arritur deri aty që kemi bërë të mundur që edhe mësimi në kopshte të pezullohet për grupet veçanta, sepse na ka rezultuar që mësuesit e kopshit kanë shfaqur simptomat e COVID-19-s. Në Gjirokastër shënohen 9 raste të nxënësve të infektuar me Covid dhe 8 mësues, ndërkohë që të vetë karantinuar janë 52 nxënës dhe 35 mësues. Covid-19 ka prekur edhe kryetaren e Bashkisë së Përmetit Alma Hoxha, e cila e ka bërë publik infektimin nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook, më herët u prekën nga Covid kryebashkiaku i Gjirokastrës dhe ai i Dropullit. Kryetaria e Bashkisë së Përmetit, Alma Hoxha, ka rezultuar e infektuar me koronavirus. Lajmin e ka konfirmuar vetë Hoxha nëpërmjet një statusi në Facebook. Kryebashkiakja e Përmetit ka njoftuar se do të vazhdojë punën nga shtëpia deri në përmirësimin e gjendjes për t'ju rikthyer sërish angazhimeve. Hoxha ka thënë se duke qenë se kishte simptomat e para, ajo së bashku me familjen është vetë izoluar, duke respektuar rregullat dhe duke shmangur çdo kontakt të mundshëm. Të nderuar bashkëqytetar, për shkak të shfaqjes së disa simptomave të para, unë dhe familja ime jemi vetë izoluar duke respektuar rregullat duke shmangur çdo kontakt të mundshëm. Pak më parë, më konfirmua rezultatin pozitiv ndaj COVID-19. Për këtë arsye, do të vazhdoj qëndrimin dhe punën nga shtëpia, deri në përmirësim të gjendjes për t'ju rikthyer sërish angazhimeve. Ju uroj shëndet, kujdes për veten dhe të afërm. Më herët u konfirmuan pozitiv me COVID-19 edhe 2 kryebashkiakët, ai i Gjirokastrës Flamur Golemi dhe ai i Dropullit Dimitër Toli. Gjendja shëndetësore e kryebashkiakëve të infektuar paraqitet të qetë. Ndryshojmë natyrën e informacionit, shumë analiza mjekësore nuk bëhen në spitalet shtetërore. Të detyruar pacientët i drejtohen klinikave private, përveç hallit që ju ka rënë, qytetarët duhet të përballen dhe me çmimet e kripura që ofrojnë këto klinika. Shumë analiza mjekësore nuk bëhen në spitalet shtetërore. Të detyruar pacientët i drejtohen klinikave private. Disa prej tyre mosbesues ndaj përgjigjeve që mund të marrin në shtet, e të tjerë të kushtëzuar nga mungesa e kryerjes së disa analizave i shikon me recetë në dorë, teksa i drejtohen klinikave private. Përveç hallit që ju ka rënë, qytetarët duhet të përballen me çmimet e kripura që ofrojnë klinikat private.
Çmimet nga njëra tjetra variojnë, ku diferenca mes tyre i bën shpesh qytetarët të jenë mosbesues ndaj përgjigjeve. Për të mos humbur kohë, disa prej pacientëve edhe një analizë të thjeshtë gjaku e bëjnë në privat. Sëmundja vë me shpatulla pas murit shumë qytetar, të cilët shpesh herë marrin edhe borxh për të kryer analizat, të cilat nuk bëhen në spitalet shtetërore. Shumica e analizave dhe të gjithave, para se të më pyesje mua të vetë pjesën e shtetit, se nuk bëhet as edhe një se s'ka kite. Kështu që jo, shumica e analizave, unë jam personel. Bravo, gjithë më njohin dhe shumica e analizave, ja radhën e para 10 vite, erdha bëra do dimerin këtu, që nuk e bën spitali, që është e domosdoshme, se ma thanë, ma kërkoj mjekja është për hodhimin e gjakut, edhe bënte 25.000 lekë. Dhe jo unë, po të gjithë aty vjen e bëj se shteti si bën. Po kushtojnë shumë? Shumë kushtojnë, do me thënë me këtë fukaradhëk dhe me këtë, me pensionistë ose me të gjithë, se të gjithë njerëzit s'ka punëra, është njerë shtretësi e madhe dhe me gjithë këtë sëmundje që ka rënë me këtë huler, nuk kanë se të bëjnë njerëzit të hanë bukë thatë dhe ato janë të domosdoshme do t'i bëjnë. Se s'merr do të përgjigje, të gjesh, do me thënë, ku e është fidi i sëmundjes. Kështu që je domosdoshme dhe ta bësh. Unë e bëra tani një analizurin e që bëra, nuk e bëra se bëja, se e kisha marrë dhe shënime për në shtetë e bëjnë, po e bëra pse e desha një qikë më shpejt edhe, jo nuk dua, edhe më duket edhe sikur nuk kësu në privat është më i saktë. Ashtu. Në shtet jam vetë personel dhe di se si është puna. Kështu që e bëra edhe për sigurim më tepër. Po unë në fakt nuk i bëj Gjirokastër, të them të drejtën. Unë jam në vetë në Tiranë se kam pato probleme, kam bërë kimio, kam bërë atë gjitha. Tani jam në kontroll një në 3 muaj. Ra korona dhe nuk vete do të në Tiranë. Edhe i bëj këtu edhe ja dërgoj me telefon. E nuk kam bërë ndonjëherë këtu, herë e parë që bëra. Në shtet nuk kam mundësi? Në shtet as në Tiranë. As në Tiranë. Në vajta 3 vjetë e gjysmë me këto probleme. Edhe a imi ullë. Për shembull bëjnë 80.000 ose 75.000, a imi bën 60. Më ka bërë dhe 50. Sindromu këtu, s'ka privat. Nuk bëhen në shtet? Jo, nuk bëhen, qa. A e keni bërë përpara këtë analizë? Po se kam bërë qa do? Të ka kushtuar? 5.000 lekë. 5.000 lekë, qa. Sistemi shëndetësor sot nuk është ai para disa viteve, ku shumë pacientë detyroheshin që të blinin medikamentet më bazike, por edhe pse gjendja ka ndryshuar, shumë analiza të rëndësishme për shkak të mungesës së pajisjeve nuk bëhen në spitalet shtetërore. Një 30 vjeçar nga Kutali i Përmetit dyshohet se ka kryer vetvrasje duke u hedhur nga një urë me lartësi 10 metra, duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Një 30 vjeçar gjeti vdekjen pas ditën e djeshme në fshatin Kutal të Përmetit. Fillimisht ngjarja u raportua si aksidentale, por burimet për Alpo Televizion thonë se 30 vjeçari kreu vetvrasje. Endrit Baçi dyshohet të jetë vetvrar duke u hedhur nga ura, lartësia prej rreth 10 metrash ka bërë që i riu të gjej vdekjen e menjëhershme. Ai ishte larguar nga banesa dhe një orë më pas familjarët nisën ta kërkonin, po kalimtarët e kanë parë atë të pajet poshtë urës. Policia e cila ka shkuar në vend ngjarje dhe po heton 2 pista, atë të vrasjes aksidentale dhe të vetvrasjes. Të gjithë qytetarët që duan të rinovojnë kartën e identitetit duhet të rezervojnë takimin në e-Albania për të shmangur radhët në zyrat e kompanisë që rinovon kartat e identitetit. Kartat që kanë skaduar gjatë 2020-s janë të vlefshme deri në fund të këtij viti. Për të shmangur radhët gjatë rinovimit të kartave të identitetit dhe për shkak të fluksit që mund të krijohen në fund vit, qytetarët mund të rezervojnë takimin në portalin e-Albania. Para disa javësh, Ministria e Brendshme ka publikuar strategjitë që pritet të ndiqen për gjatë muajve të mbetur. Për të shmangur radhët e gjata, jo vetëm për pritjen, por edhe shmangjen e kontaktit të qytetarëve, që mund të përhap koronavirusin. Të gjithë qytetarët që kërkojnë të pajisen me karta, fillimisht duhet të blejnë kuponin pra pikave të postës shqiptare dhe më pas të aplikojnë online përmes portalit e-Albania. Gjatë aplikimit, përmes e-Albania, qytetarët përveç të dhënave personale duhet të vendosin edhe numrin e celularit nga ku do të njoftojnë për takimin. Qeveria ka njoftuar më herët se të gjitha kartat e identitetit që u ka përfunduar afati për gjatë muajve të pandemisë u shtyr skadenca deri në fund të dhjetorit 2020. Pas kësaj date, kartat e identitetit që u ka mbaruar afati prej 10 vitesh nuk mund të përdoren në asnjë institucion e për asnjë shërbim. Shohim tashmë zhvillimet nga arena ndërkombëtare. Do të ishte një makt tjetër pas asaj që po përjeton me pandeminë e koronavirusit, ku në Kanada, në provincën perëndimore të Alberta, në mes të tetorit, autoritetet shëndetësore raportuan rastin e parë në vend të njeriu të infektuar me virusin H1N2.
Do të ishte një makt tjetër pas asaj që po përjetoj me pandeminë e Covid. Në Kanada, në provincën perëndimore të Alberta, në mes të dhjetorit, autoritetet shëndetësore raportuan rastin e parë në vend të një njeriu të infektuar me virusin H1N2, një rast i rrallë i gripit të derit për të mos u ngatëruar me virusin më të zakonshëm të gripit të derit, i njohur tashmë si H1N1. Zyrtarët kanadezë të shëndetësisë dhe po verifikojnë origjinën dhe përhapjen e virusit. Është rasti i vetëm i gripit të raportuar në Alberta. Pacienti u testua dhe u shërua shpejt. Nuk ka asnjë provë në këtë kohë që virusi është përhapur më tej, lexohet në deklaratë. Pacienti përjetoi simptoma të lehta si gripi dhe shtohet në listën e njerëzve të infektuar të regjistruar deri më sot. Kujtojmë se në vitin 2005 ka pasur vetëm 27 raste në të gjithë botën e njerëzve të infektuar me H1N2. H1N2 nuk është një sëmundje e lidhur me ushqimin dhe nuk është e transmetueshme tek njerëzit, duke ngrënë mish deri ose produkte të tjera të mishit të derit, kanë thënë zyrtarët. Rezultatet po ngushtohen mes Trump dhe Biden, teksa po jepet dora e fundit votave të deklaruara me post. Autoritetet raportojnë se kanë mbetur dhe 10-11.000 vota të fundit për të numëruar. Kur të gjithë ishin të sigurt se Donald Trump do të fitonte në shtetin e Pensilvanisë, numërimi gjatorëve të natës ka sjellë një ndryshim të rezultatit. Presidenti Trump kishte një diferencë prej më shumë se 130.000 votash, kur duheshin edhe 850.000 vota për të numëruar, ndërsa tashmë që kanë mbetur edhe 349.000 vota për numërim, diferenca mes Trump dhe Biden është vetëm 22.389 vota. Nëse Biden fiton edhe një nga 5 shtetet e mbetura, ai do të ishte zyrtarisht fituesi i zgjedhjeve dhe presidenti 46 i SBA-s. Rekord të infektuarish në Austri, shifrat ditore të prekurve dhe të vdekjeve janë shumë fishuar në këtë shtet. E gjitha Austria është në zonën e kushit të rrezikut nga Covid, kjo pas rekordit negativ të regjistruar me 7.416 infeksione brenda 24 orëve. Komisioni i koronës gjeti një rrezik shumë të lartë të infektimit për të gjitha rrethet dhe rajonet në Austri të njëjtën. Deri tani kishin mbetur ende 15 rrethe dhe rajone ku rreziku i infektimit vlerësohej si i mesëm ose i lartë. Vlerësimi u shtrëngua për të gjitha këto rrethe. Njollat portokalli dhe të verdha në hartën e Austrisë janë zhdukur. Gjatë 7 ditëve të fundit ka pasur mesatarisht 5.350 infeksione të reja çdo ditë. Numri i pacientëve të kujdesit intensiv u rrit me gati 65% gjatë kësaj periudhe. Ministria raportoi për 2.737 persona që ishin në trajtim spitalor për shkak të virusit korona, 2.584 një ditë më parë dhe 24 pacientë të tjerë në kujdesin intensiv, që arritën totalin në 407 në njësitë e kujdesit intensiv. Po kështu, 41 vdekje duke çuar numrin e viktimave në 1.268 që prej fillimit të pandemisë. Të nderuar teleshikues, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për më tepër na ndiqni dhe në faqen tonë në YouTube albotelevizion.al. Bashkë mirupafshim.